Përshëndetje, faleminderit që pranuat ftesën tonë, Romeo. Faleminderit ju, kënaqësi. Romeo, do doja një koment të parë nga ju për sa i përket se si e pat atë që u shkaftua në fakt një debat i madh nga e shtuna deri më sot. Protesta në Zvërnet, sa etike dhe jo etike ishte për sa i përket jo vetëm kompanisë që ishte, le të themi, e licencuar për të pritur protestuesit, por edhe për sa i përket bashkisë dhe të gjithë komponentëve të tjerë, qoftë edhe qeverisë dhe policisë, si reaguan ato. Unë mendoj që në vazhdon e të bëjt biznes në Shqipëri, ku qeveria, po theme pa drejtë, ka marrë përsipër jo të bëj rolin e rregullatorit, po ka marrë përsipër të jetë ajo që e luan biznesin dhe realizon atë. Pra në shumë raste është bërë avokate e biznesmenëve dhe kompanive të mëdha që janë pas tyre, duke shkelur etikën qeverisë, besoj, sidomos të qeverisjeve demokratike, të cilët respektojnë maksimalisht tregun e lirë dhe rregullat e lojës, dhe duke kaluar deri në një arrogancë që solli në këtë pikë që jemi sot, kur mendoj që kjo është pika që mund ta derdhë kupën. Pra, kupa është mbushur me kohë dhe mund ta derdhë. Në konceptin tim, jo çdo gjë, edhe jo çdo biznes është interes publik apo strategjik. Dhe kur kemi interesa publike, siç janë rrugët për shembull, diçka, portet, mund të kemi për shkollime, për spitale, mund të kemi për ndërmarrje ushtarake, të cilat janë pjesë e garantimit të sovranitetit të vendit të tjerë, atëherë mund të kemi shpenzime, po gjithmonë në bazë të një çmimi të drejtë të tregut, gjë që kurrë nuk ka ndodhur në Shqipëri. Pra, të dyja qeveritë, në kujtesën time, kanë luajtur me pjesën e shpërblimit, dhe duke qenë që konsultohem mjaft me njerëzit që kanë dhe prona mbërtet, të cilët nuk e ngren sot diskutimin mbi investimin pronat e tyre, pasi mund të rikujtojnë në një biznesmen fuqishëm, dhe janë ndarë ato poka në ju kush biznesmeni fuqishëm ka ndikim në këtë pjesë bregdetit dhe kush jo, kush në vinë e parë, kush në vinë e dytë, kanë frikë se do dali pasaj ndërhyrje për këtyre biznesmenëve që bëjnë plane të ndryshme urbanistike dhe që i rëmbej pasaj të toka për një copë bukë. Pra këtu mendoj që është mbushur kupa, pavarësisht të retorikës që ka ndërhyrë forcat e huaja. Asnjë agjenturë huaj nuk mund të detyrojë shqiptarët të dalin në një manifestim që ne nuk e kishim parë për shumë kohësh, por ka qenë arroganca, besoj, edhe qeverisë, por dhe maskaralliku i atyre që guxuan se po dëgjoja pak përpara se të lidheshin bashkë, po dëgjoja personin që ishte rëmbyer. Pasi e kishin goditur në fyt, e kishin lënë pa frymë, pa mundësi për të folur, e kanë trajtur zvarr për rreth 200 metra, 300 metra, e kanë futur në një makinë dhe tha më kanë vënë pistoletën në kokë. Nuk e di, kjo kalon dhe përtej heqjes paligjshme të lirisë, edhe përtej plagosjes për atë që ka dëmtuar në fyt. Tu ai person ka shkelur disa vepra penale, po dhe të kërcënimit me jetën. Kështu që ka rënduar pozitën e tij dhe duhet bëhet një shembull e të bëhet një dëshkim që të na bëhet mësim. Pra në mënyrën se si kanë evoluar punët hap pas hapi, duke toleruar dhe ne, si shoqëri, nuk po flas për veten se nuk kam toleruar, po të paktën përgjithsisht shoqëria ka toleruar, ditë pas dite, në mënyrë pa kuptueshme, pam që ata rojt private që ishin aty dhe policia e rendit, e dinin që po mbronin një njeri shumë fuqishëm, apo një grup njerëzish shumë fuqishëm, aq sa dhe policia e rendit ishte tulatur dhe meriton me plot drejtë shkarkimin zinxhir që është bërë, dhe mendoj që duhet
vazhdojmë të trajtojmë të çështjen me seriozitet, pasi është prekur siguria juridike në disa plane, edhe të jetës dhe të pronës dhe drejtës protestës e tjerë, të grumbullimit njerëzve. Ashtu, domethënë, i bie që na pas na vajtur kot 30 ca vite në një pseudodemokraci, por paktën drejtë për të mbjellur e kemi pasur do ta kemi. Dhe mendoj që ne duhet ta ruajmë të drejtë dhe sidomos drejtën për të shprehur. Okay. Mendoj që do të kemi zhvillime jo të vogla edhe nga hetimi menjëhershëm që po bën struktura SPAK, për të parë se si është likshmëria e këtij biznesi. Unë ngelem i zhgënjur kur mësoj që në Duke janë një me origjinë bullgare dhe një me origjinë ruse, njëri datëlindjes 91 dhe tjetri datëlindjes 88. Këta njerëz kaq fuqishëm, tyre edhe me një prejardhje të pa verifikuar paktën nga opinioni publik, se nuk kemi transparencë, ajo që mungon këtë rast, do të menaxhojnë një projekt që thuhet se është 4 miliardë. Aq më tepër, praninë offshore unë e shoh tërësisht pa pranueshëm në Shqipëri. Romeo, ndalemi pak këtu pasi sot të gjithë ne besojmë me kuriozitet, prisim se çfarë kryeministri Rama do thoshte lidhur me këtë projekt, ku paralajmëroi që gjatë mbrëmjes së djeshme se sot në orën 10 do të kishte një komunikim mbi të vërtetat e Zvërnecit. Nuk di nëse edhe ty të ngjau i tillë për të zhvendosur paksa vëmendjen nga ajo që ndodhi, por artikuloj ndër të tjera një investim jashtëzakonshëm, një investim strategjik, ndër të tjera do të krijonte edhe vende pune dhe ishte një projekt 4 miliard euro. Thua vallë se këto para do të shpërndaheshin mes nesh, kur në fakt do ndërtohet në baza të rregullta apo të pa rregullta duhet ta zgjidhë shteti ligjor dhe institucionet përkatëse. A duhet të kishte një transparencë më të thellë, sikurse të gjithë ne pretendonim për të kuptuar një herë, apo ndërtohet në zonë të mbrojtur, apo në zonë private, dhe nga ana tjetër për t'i dhënë përgjigje pyetjeve se pse një polici private duhet të ishte atje. Unë theksova që nuk kemi pasur transparencë dhe mungesa e transparencës nuk besoj se ka qenë rastësi. Nuk besoj fare në justifikimet e dhëna, qoftë edhe nga Rama, edhe nuk mendoj që Rama duhet bëhet zëdhënës i çdo investimi. Investimet mund të jenë mirëpritura, por gjithmonë duke respektuar rregullat e tregut, edhe jo rregulla të tjera dhe as angazhime për të favorizuar njërin biznes apo tjetrin. Këto investime strategjike të tjera për mua kanë qenë dhe që nuk mund të mendoj investime strategjike do të jenë vetëm ato që i shërbejnë mbrojtjes vendit, mbase sigurisë energjetike apo diçka e tjetër që është realisht strategjike për vendin. Po çdo investim turizmi mund të quhet strategjik, nga kushdo që të vijë dhe çfarë do shumë që të ketë. Nëse të pyesni mua, unë dyshoj që edhe e shumë do të shkojë gjitha në xhepat do të shkojë gjitha në investim. Kam përshtypjen që me marzhin e lojrave të pista që bëhet në Shqipëri, 1/4 mund të jetë investim, 3/4 do të jenë përvetësim apo postrim. Nuk kam asnjë lloj besimi, na iku jeta pas këtyre broshkullave me investime strategjike. Ne duam të dimë kush e bën këto investime, a ka kriminal që përfliten, a ka krime në lidhje me tërsimin e pronave në Vlorë, çfarë lidhje kanë to lëvizje me ata 14 dhjetor të kadastrës që kanë lëvizur në Vlorë, që nuk ju zgjedh me nderja vend atje në atë pozicion që është aty, dhe pse këta kriminalë që janë veshur me uniformat rojeve private, aq më tepër që thuhet se njëri prej tyre zotron një nga firmat, kanë marrë këtë lloj tremërie që në mënyrë publike të prajë njerëzit zvarr, ti godasin ato dhe në fund fare dhe ti kërcënojnë ato. Pra, këtu duhet ndalonte kryeministri, mos vazhdonte më të shpjegonte asgjë tjetër lidhur me investimin. Nuk i takon atij, e vendos tregu kush investon si investon, dhe nëse është zonë e mbrojtur, prapë të ndalon ligji,
por nëse ligji 2024 është ndryshuar që në zonat e mbrojtura mund të ketë ndërtime vilesh e tjerë, atëherë domethënë ne e sjellim ligjin sipas interesit të biznesit të lidhur me çështjet e larta politike. Nuk e kam parë në kryeministrin shqetësohet për punët e mia, të qytetarit devotshëm shqiptar, por nëse shqetësohet për disa persona që janë offshore, që për mua nëse janë offshore, janë njerëz të padenj, të cilët nuk guxojnë të prezantohen dalin drejt diellit si pronar të vërtetë. Dhe për këtë arsye i bëj thirrje publike SPAK-ut dhe gjithë faktorin ndërkombëtar që është Shqipëri të mos ndalojë për të shtoj vëmendje përpara kush janë personat që janë offshore. Unë bëj thirrje që ata që janë firmat kompanitë offshore të mos operojnë as me paratë publike dhe as me paratë as në tregun privat, në biznesin privat, aq më tepër në atë që quhet strategjik. Unë nuk mund të mendoj që është një lajthitje atyre njerëzve që janë atje. Besoj se atyre ka vajtur thika në kockë dhe durimi mori fund, aq më tepër me një kashillik idiotesk, se si duket ai trimi atje që goditi, nuk e ka dëgjuar, por nuk e ka përjetuar në 97-ën. Rama që e di mirë të punë, se çdo të thotë ngacmosh laborim, doli por në mënyrën jo të duhur për të justifikuar dhe akoma për të bërë avokatin e investimit. Edhe trimat oligarkë që kanë filluar të heqin gardhin që atje, bëjnë mirë të ikin nga syt këmbët dhe njërit për tyre që falet ka raste dhe 5 ditë, i the publikisht nuk mund të shërbesh 2 zotërve njëkohësisht. Prandaj mbledh mendjen edhe bëj zgjidhjen e duhur sa jenë kohë. Besojmë kupton që kupa është mbushur dhe jemi lodhur me arrogancën edhe të Ramës edhe të gjithë tjerëve kreativ. Justifikimet për biznese strategjike nuk qëndrojnë më. Shqipëria është bërë e pajetuar dhe çfarë do fitojmë ne? Do kthehemi në shërbëtor të biznesit strategjik të kriminalit që mund të jetë lidhur me një nga Katari apo me një vend tjetër? Kto nuk bëhen transparent. Dhe fakti që nuk bëhet transparent, po dhe ligji ndryshon që nga 2024 e këtej për zonat e mbrojtura, mua më ka lënë shije më të keqe të mundshme. Dhe mendoj që aty duhet të jenë vetë ata banorët që duhet ta vendosin. Si konservator që jam me bindje, them që banorët janë kryesorë. Nuk mund të dalë pushteti ligjor të vendosi se kush do bëjë dhe ku do bëj biznes Shqipëria si do bëj. Aq më tepër që nuk jam i bindur që ato para do të shkojnë gjitha në biznes. Me që po dalim tani, edhe besoj se Rama nuk është më patriot se unë dhe gjithë e dinë qasjen time publike, nuk ka politik greke që mund të qaset afër me dhe të ndikoj tek unë, se ka akuzuar tjerë që janë ndikuar nga politika greke. Jo, ndikohem nga politika dhe hallet e vërteta shqiptarëve duke parë në sy, dhe nga krimi që po na bën kashillik në çdo hap, ai mbase nuk e ndjen aty ku është, por ne e shohim në çdo moment jetës tonë. Kashilliku është kaq i madh, domethënë sa është bërë i padurueshëm. Nëse duam të bëjmë avokatin e djallit deri në fund. Ai që mori përsipër të bëj biznesin dhe të ftoj kriminalët rreth tij në uniformë dhe pastaj të çojë mesazhe kërcënimi, domethënë dhune për që njerëzit të tërhiqen. Nëse duam të bëjmë avokatin e djallit deri në fund, Romeo, nëse duam të bëjmë avokatin e djallit deri në fund, a kishte një moment që sipas teje me videot që qarkulluan, do të duhet që banorët ishin më konsistent në ato që kërkonin, pasi unë pash që kufiri ishte deri anës detit. Pra këto banorë që kërkonin të drejtën e pronës së tyre, me gjithë drejtën e Zotit, as duhet të ishin bërë në grup, të mos e kishin lënë vetëm atë zotrin që u morë sfarë, sepse kur janë disa është më mirë se një vetëm, dhe të kishin kaluar nga deti në fund të ditës. Pra për diçka që dhe në atë protest që donte sipas teje, nëse duam të qëndrojmë korrekt të gjithë analizës? Dakor, ajo është pjesë e organizimit protestës. Unë mendoj që ne shqiptarët vuajmë për solidarizimin e të mirës përballë të keqes. E keqja solidarizohet shpejt, se ka vetëm një gjuhën e pazarit, nuk ka gjë tjetër që i ndan, ai bashkon ai dhe i ndan. E keqja atë kalon kufit, krimi është global, është më i shpejt se sa vetë procedurat shtetërore, ligjore e tjerë, por dhe më i shpejt dihet se sa vetë solidarizimi njerëzve të mirë. Por
si duket edhe ai persona, po ta persona që guxuan dhe morën zvarr, goditën, e morën peng dhe kërcënuan atë aktivistë atje apo atë banor atje, janë frymëzuar nga numri jo i madh edhe i dur i njerëzve që protestonin aty. Por fakti që u bë mediatike, ajo pastaj zgjoi zemërimin e gjithë shqiptarëve. Patjetër. Dhe ne e kemi këtë me të gjithë praktikën e instaluar gjithë se kohën, e cila nuk pranon më tani justifikime edhe nuk pranon më retorikë, por pranon vetëm veprim. Më shumë vlerësoj veprimin e drejtorit përgjithshëm policisë dhe të SPAK-ut, sesa justifikimin e Ramës. Rama duhet veprojë tani. Duhet ta kuptoj që nuk mund, kupa është mbushur me këtë arrogancë. Jemi lodhur, domethënë. Ne nuk mund të sundohemi më, domethënë. Mënyra se si bëhet ai investim është sundim, nuk është investim. Okej. Romeo, mendon se Ramës i erdhi keq pasi ishim në kufi të një incidenti diplomatik, nëse mund të ta quajmë kështu, për aq kohë sa qytetari kishte një prardhje greke dhe u inicia një lloj reagimi nga Greqia zyrtare. Po tani çdo shtet mund të interesohet për qytetarët e saj dhe për prardhjen e tyre. Kjo do të jetë reciproke pasaj edhe për qytetarë shqiptarë, të cilët vjen në pozitë Greqi. Unë nuk mendoj që unë si Romeo jam ndikuar nga origjina e qytetarit. Unë e di se çfarë komuniteti banon në art, kam shokë të tyre, kam studiuar duke pasur edhe në shkollë të lartë disa për tyre. Kështu që nuk emocionohem me këta, ata janë njerëz që janë aty. Unë i njoh si shqiptar, të cilët kanë të drejtat e tyre si çdo shtetas shqiptar tjetër. Edhe nuk besoj se ai që kishte ardhur nga Durrësi apo nga Mirdita ka treguar nacionalizëm duke goditur atë në origjinë greke. Ai ka treguar maskarallikun e paras edhe të arrogancës të oligarkisë, e cila ka ofenduar gjithë shqiptarët, jo vetëm pjesën e minoritetit grek. Nuk duhet të futur në këto korniza. Nuk bien pre as justifikimit nacionalist Ramës dhe as e lojrave greke. Ne po flasim për drejtat tona dhe për një realitet që e njohim më mirë bile se vujmë ne nga pushteti i Ramës, nuk vuan Rama nga pushteti i tij. Pra njohim më mirë Ramën ne edhe më mirë edhe pjesën greke njohim ne këtu. Kështu që kush do të fusi strekënd çatilla ta harroj të punë se pakën jemi kaq pjekur. Mos jemi aq trimat bashkohemi kur duhet me efektivitet, por pakën të marrim një mësim që ne tim të bëhemi bashkë dhe është pikërisht ajo laboria atje, prandaj thon pa labori nuk ka Shqipëri, e cila e ka dhënë një mësim të mirë edhe Saliut dhe ka shumë mundësi po vazhduar me këtë rrugë, domethënë të japim mësim të mirë edhe këtë tjetër. Nga ana tjetër, duket se opozita reagon vetëm kur ja do shefi, lidhur me disa zhvillime të rëndësishme. Pse hesht ajo gjithmonë kur në mes janë investitor strategjik apo biznesmen të njohur dhe të fuqishëm për potencialin shqiptar? I bie më shkurt, po edhe në mënyrë përmbledhur. Unë mendoj që kodi zgjedhor është një koncesion që ka marrë një joint venture, PSPD. Pra vetëm këta kanë drejtën të zgjedhin, të marrin pjesë në zgjedhje, të zgjidhen dhe të qeverisin vendin. Pavarësisht që shumicës PS-ja edhe pakicë PD-ja, dhe për këtë them se janë pas të faktit tyre, pazarit 2008 dhe 2024, riportorin 2025. Prandaj them jo pak me ironi, rrof PD-ja me krye PS-n. Janë në një pazar të hapur, kush ka një logjikë normale, s'po them një njerëz që jetë shumë i informuar dhe i edukuar me doktrina të ndryshme politike, juridike e tjerë, apo filozofike, e kupton mirë pazarin e tyre. Janë dy parti pushtet të cilët gjithmonë janë moralistë në opozitë dhe janë këta arrogantë, shohin tani këtë kemi parë në Berishën, jo më lart se këtu ku jam unë, kush bërë unaza e re, afër në Sauk, arrogantët e asaj që mund të quaj policia ndërtimore e Berishës, janë rrahur me banorët autokton, pasi doni që me anë të BKM-s t'ja umeni pronën për i copuk. Pra, dy palët kanë bërë njëta gjëra, kanë ushtruar me arrogancë pushtetin e tyre ku ka qenë pushtet,
dhe na kanë lodhur me retorika moraliste kur kanë qenë opozitë. Tani të dy palët, po marrë Berisha si person, ka qeverisur 13 vite, 8 vite ka qeverisur si kryeministër dhe 5 vite si president, pra 13 vite ai, dhe pikërisht edhe Rama ka 13 vite, sapo ka kaluar 13 vite qeverisje vetë. Të dy palët në mënyrë të barabartë kanë qeverisur Shqipërinë dhe kanë bërë të njëjtat gjëra. Po këto gjëra ka bërë Berisha me familjarët e tij, lidhur me ato zonat Shqipëria 1 euro e tjerë, që ka krijuar dhe ai ato paqet e privilegjuara që binte me një shumë caktuar një tokë dhe pasaj i rrise çmimi me anë BKM-ve të tij e tjerë. Po këto lojë po bën zotëria tjetër, i cili po lejon që sipas asaj që thuhet qartë tani media që kriminalë caktuar që kanë ngrënë kampire, kanë menderosur në Aruba në vitin 2018 apo 2019, sot realizojnë këto projekte për cilat duhet patjetër të kemi transparencë, që ne mos kemi dyshim. Mos i lidhim me ato që thuhen media. Unë mendoj që të gjithë shqiptarët, pavarësisht që e kam goditur ligjin armiqësor 7501, nëse ka marrë një pjesë e madhe popullsisë, një pjesë të pronës, edhe shtetërore, që është ndarë me atë ligj, ajo i takon edhe banorëve aty në atë zonë. Pra nuk kam pse e diskriminojnë. Gjë që e ka siguruar kushtetuta e ligjit nuk mund të hedhë poshtë maligjit. Duhet të marrë fund një herë mirë epoka e drejtimit me maligj dhe me arrogancë. Ky është mendimi. Dhe mendoj që ne nuk kemi një opozitë reale. Kjo është një opozitë, nëse ta quajmë që ka diçka opozitë, pjesë më e madhe e saj është kolaboracioniste, e cila bashkëpunon me kundërshtarin e saj politik, herë hapur dhe herë fshehur. Kemi dëgjuar që një pjesë e madhe e protestave të kësaj opozite është investuar direkt nga një pjesë e opozitës, sidomos ato në Bashkinë e Tiranës. Shumë biznesmen që janë sot oligarkët më me emër, janë gjizur në kohën e asaj opozite kur ishte në pushtet. Edhe janë trashëguar tani dhe janë trashur dhe përforcuar dhe më tepër në kohën e qeverisë socialiste. Pra mendoj që lloqet programatike që nuk i shef kush, nuk i ndajnë sa i bashkon fryma e 1-1, mbajtja e lojës vetëm te këto dy forca politike, për të mos lejojnë krijimin e forcave të reja dhe të rrezikojnë pushtetin e tyre. Dhe unë i shoh si një establishment që është lyer me dy ngjyra, po që përbën të njëjtin procesion. Pra është një joint venture që mban peng Shqipërinë edhe gjithë problematika që ka krijuar ky establishment. Mendoj që vendi ka nevojë për një opozitë tjetër dhe nëse e vlerësoj atë protestë të djeshme, e vlerësoj vetëm që deri dje pak nuk e di çfarë do ndodhi nesër, ishte larg ndikimit dhe të kësaj opozite intoksikuese realisht, domethënë, e cila vetëm se ka mbajtur peng zgjidhjen e shumë problematikave në Shqipëri. Pra, pse ndodhin këto probleme, është pikërisht dhe faji i vetë opozitës që nuk lë alternativë zgjidhëse. Njerëzit do të ishin orientuar më shpejt, do të kishin reaguar shumë më shpejt por të kishin një opozitë që do të organizonte, të frymëzonte, dhe fakti që oligarkët të mëdhej ja dolën në rjoll tregon që aty patjetër edhe tek trau i Kuksit, besoj, është prapë loja tradhtare e opozitës ka shi atë shtresave që pretendon që i përfaqëson, po dhe ka shi vetes vetë, se tjetër thotë tjetër bën, por pam një mësim të mirë që e morën në Zvërnec, tregon që ai popull atje ngjelet një popull edhe krenar, por që në shumë rast ka dhe më pjekuri se të gjithë llomotitësit e politikës majtas apo djathtas. Dje partia ka dhënë një mësim, edhe mendoj që e vetme gjë e mirë që ishte nga gjithë kjo që folëm, edhe pam, për gjatë një ditëve ka qenë që njerëzit u çuan të pjekur në një protestë, shumë të rinj, si ishin më vetëm ata që i quhen grek në nart, sa aty ka një ishull popullsia greke a minoriteti, po ishin dje me vajza të reja nga Tirana, të cilët nuk mund të pajtohen me politika të tilla përtej që na kanë lënë shihen më të keqe të mundshme me ata arrogancë në dyrë, dhe besoj se duhen i parë të gjitha këto licencat e këtyre
policive private që për mua një pjesë e tyre policia e krimit. Nga ana tjetër, kuvendi kombëtar i Partisë Demokratike, po të shtunën, çfarë prodhoi sipas teje? Se duket si një lloj stagnacioni e gjithë PD-ja aktualisht. Prodhoi atë ku ishim, ish gjekundi, çfarë bëm, ish gjekundi prapë, domethënë, asgjë. Tani këta kanë humbur që nga 2013 me Saliu në krye, patën diçka pak më lart me të deleguarin e Saliut, i cili u bekua 2-3 herë në zgjedhjen në krye të PD-s, pra Luli në krye të PD-s për Saliut, dhe pikërisht momenti që Saliu merr një mandat refuzimi absolut nga Shtetet e Bashkuara dhe Britania, non grata ai dhe familja e tij, Saliu rikthehet PD, humbim prapë në 2025 me Saliu, dhe nuk e di se çfarë mundi kanë bërë smet, çfarë pretendojnë, çfarë do fitojnë. Në 2027 dhe 2029. Ajo që më bën të mendoj pse një pjesë e njerëzve aty, edhe ata që duken sikur janë besnik më Saliut, nuk janë besnik Saliut, janë besnik të pazareve tyre, është që në Rrogos këta bashkëpunojnë mirë me qeverisjen e PS-s, kanë dhe këta koncesionet e tyre, dhe interesat personale e tyre dhe të rraqeve që ju shkojnë pas tyre i kanë plotësuara, edhe janë komod, janë një lloj pozite me Range Rovera, me vila, me hotele, me tjera. Kështu që ka fituar një grup uzurpator i opozitës, i cili nuk ka asnjë perspektive, dhe njëkohësisht ka fituar kjo qeverisje e PS-s, e cila nuk ka alternativë përballë, por ka një bashkëpunëtor, i cili ka dalë gjysma mbi ujë e gjysma ka ngritur në ujë, por që i hap shumë punë çdo frymë të re opozitare, se ajo frymëra opozitare, përpara se të shkojë të përplaset e të bëjë një alternativë për pushtetin, duhet radh parë të mbaroj punë me Saliun dhe me të gjithë rraqet e Saliut i quhen PD-ja sot. Fatkeqësisht PD-ja sot. Janë rizgjedhur vetëm njerëz e tij më besnik, duke mohuar çdo lloj gare brenda partisë, duke i hequr të lezetin për ta quajtur Parti Demokratike, ku vetëm demokraci brenda kësaj partie nuk ka. Dhe një djalë i ri si Saliani e trembi për vdekje Saliun, sa i mbylli dyert qoftë në mënyrë demagogjike për garën brenda partisë tij. Për mua që nga ai moment Saliu ka humbur çdo kartë politike dhe morale për të folur, jo më pastaj për të qëndruar në krye të asaj force politike. Pasi garoi me veten, garoi Saliu me Berishën dhe për mua fitoi Rama. Okej, Romeo, të falenderoj shumë. Edhe unë ju falenderoj ju, kënaqësi.